Kur u bë ky muhabet jashtë? Mu jashtë i dojnë. Po. U bë, ama morën pese... Pra si jo se unë i ka për rregulloja rrobat. Ishte dhe robat. Dhe po prisja të të vije, po... Jo. Pyet i Egli. Në mbarova bisedën. Për kafe në vlla. Pyet i Egli, kush të Rozana? Ai thash të sferën që se them një fjalë tash. Nuk, po është e vërtetë tash. Në qoftë se nga ne të katër, unë për jashtë vetëm këtu. Tash për më është Rozana. Më vjen keq tash, nuk të. Është Rozana. Jo se e njoh. Por atë që ka bërë tash. Po tani, kur më thuhet pse nuk duhet ta fitoj, do e mërtoj 13 e saj, 4, 5. Mund të ishte 12 vjetore. Po nuk ka nevojë, do e mërtoj ato 13 kryesore. Dhe kur unë them, dy gabimet e tua i ke përballë, ja u i ke, shifi. Po dëgjova. Sepse i thash. Ai e bën më debatin ti me Rozanën, që u thuan ta lart. Po mësosh mua strategjinë e lojës. Dhe i thash ota sorry, po të rriqe. Tu ke të drejtë, vazhdo. Kur më tha, "Jesë ne kam xhan." Atëherë i thash, si ju kishte xhan, i thash, dhe pastaj doli trastarja. Ky filloi, aha, i thash me pislasën, dhe vajna në tualet. Pastaj më thiri vllai i madh në... Solle e ftesën, po. Dhe solla zarfin, Mua nuk më Olard, mua nuk më dëmtojnë fare që ato edhe Egli, edhe Gjesti, sepse... Jo, ishte sotme që ke përdorur kartën e patriotizmit. Po, do të ta thonin prapë. Prapë do të ta thonë, dhe në pozitiv prapë do të ta thonë. Le të ma thonë, aty le të ma thonë, më shqetëson, Marini nuk do të thoshtë, merdi qik nga Marini. Nuk tha që ke përdorur. Jo, nga Marini thaj që nuk u kujtua. Po, mirë. Po, mirë edhe unë tani, Shiko, ti e regjizor, aktor. Në mbyllje të siparit... Në disa më vlerëson ti në mbyllje të siparit, vjen një moment dhe thua, tash më ka ardhur momenti, të falenderoj njerëzit. Ti kujton, më falë. Që kam punuar me mua. Jo për ty. Jo. Po me ty. Me ty. Se këta nuk kam punuar as njëri për ne. Jo. Kam punuar me ne. Po, pa tjetër. Kam punuar, them, unë nga kanë bajtur mendjen e kokës, ora.